Duke se situata u tensionua edhe kur policia ka shoqëruar një protestues të Partisë Demokratike, cilin ne po e ndiqnim drejt për së drejti dhe pati më pas një reagim edhe nga deputeti Koreshi. Ka ende një bilanc merrim të asaj se çfarë ka ndodhur deri në këtë moment, ndoshta me numrin e shoqëruarve apo është ende herët sepse zakonisht të tilla bilance bëhen në përfundim të protestave të tilla. Sigurisht është edhe herët për të folur për numra apo për shifra konkrete sa i takon personave të cilët janë shoqëruar. Faktikisht edhe në protestat e shkuara shoqërimi i personave në momentin që ka prezencë të turmës së qytetarëve krijon irritim tek ata të fundit dhe tensionon më shumë të situatën mes policisë dhe protestuesve. Mbetet për të parë se cila ka qenë situata në të cilën është shoqëruar protestuesi që u transmetuat edhe pak momente më parë, por që solli dhe reagim nga ana e përfaqësuesit të Partisë Demokratike, deputetit Koreshi, dhe nëse ka qenë pikërisht kjo ajo se çfarë ka ngjallur përplasjen apo këtë reagim të policisë. Siç shohim, me çfarë po shohim edhe në pamje, ka tymuese pikërisht ai një prej autoboteve të policisë, punojësit e policisë janë larguar nga aty dhe mbetet për të parë se çfarë ka shkaktuar gjithë atë tym, nëse ka qenë një prej molotovëve të hedhur nga protestuesit, pasi nga ana e punojësve të FNSH-s është hedhur disa herë bombull me spray, me piper për shpërndarjen e turmës dhe aktualisht, siç mund ta shihni dhe nga pamjet, ka dhe her pas here hedhje të ujit me presion në drejtim të atyre pak protestuesve që ndodhen pikërisht në kryqëzimin që është ndodhet pranë selisë Partisë Demokratike dhe parlamentit, aty ku drejtua pak minuta më parë turma e protestuesve. Ndërsa për të sqaruar edhe pamjet që para pak çastesh në të majt, ato janë edhe të besimtarëve, pra të cilët janë tek xhamia në afërsi të parlamentit dhe gjithashtu të selisë së Partisë Demokratike, të cilët kanë dalë dhe janë duke parë gjithatë se çfarë është duke ndodhur deri në këtë moment. Jemi në transmetimin e drejt për drejt të ekranit kombëtar të lajmit Klan News që më herët se ora 18 duke përcjell minutë pas minute gjitha zhvillimet e asaj që po ndodh në këtë protestë të katërt të Partisë Demokratike dhe të partive opozitare në më pak se 2 muaj, pra duke marrë parasysh se që nga 24 janari Partia Demokratike proteston në moto në kilometrin e fundit për të sjellë qeverinë teknike dhe për të rrëzuar sipas tyre Edi Ramën nga pushteti. E kemi thënë edhe më herët se protesta e sotme organizohet në 35 vjetorin e rrëzimit të shtatores së ish diktatorit Enver Hoxha nga sheshi Skënderbej pas rënies së komunizmit ose në ditët përfundimtare të rënies së komunizmit në vitet 1990-1991, ndërsa siç shihet hera herës shohim edhe qytetarë të cilët janë prekur pranë nga gazi lotësjellës dhe shfaqen ose me maska kundra gaz ose duke fshirë sytë nga lotët për shkak të djegjes që sjell një solucion i tillë i hedhur nga policia për të bërë të mundur shpërndarjen e protestuesve. Përpara godinës Këshillit të Ministrave ka zgjatur shumë pak, po themi, pas fjalës së Zotit Berisha protesta, sepse është ndryrë që në momentet e para menjëherë me molotov dhe me gaz lotësjellës nga ana e forcave të policisë, të cilat janë kundërpërgjigjur menjëherë hedhjes së flakadanëve, shisheve molotov apo edhe formave të tjera me fishek zjarre që Partia Demokratike ka zgjedhur për të protestuar në këtë protestë të katërt kombëtare radhazi, ndërsa Zoti Berisha u fut menjëherë në automjetin e tij, ju vendos një mas kundra gaz dhe më pas doli për të shpërndosur nga aty drejt godinës së parlamentit, por kësaj here nga Bashkia e Tiranës ishte itinerari, ndërsa vazhdon hedhja e bombave molotov, por siç po e shihni në të djathtë të ekranit vazhdon edhe hedhja e ujit me presion nga ana e forcave të policisë, të cilët i kundërpërgjigjen menjëherë shisheve të cilat hidhen nga mbështetës të Partisë Demokratike. Drejt për së drejti çdo gjë që është duke ndodhur është tek ura, pra tek xhamia e Namazjas tek rruga e Elbasanit, ndërsa në të majt shohim edhe pjesën ku ndodhen përfaqësues të Partisë Demokratike dhe kryetari i kësaj force politike Sali Berisha, i shoqëruar nga nënkryetarët Gazmend Bardhi dhe Luciano Boçi dhe gjithashtu edhe nga sekretari i përgjithshëm Flamur Noka, ndërsa duhet thënë se pika ku ndodhen tani protestuesit dhe drejtuesit e Partisë Demokratike është shumë larg selisë së kësaj force politike, kështu që mbetet për të parë
nëse nga aty do të ketë një zhvendosje të tyre në ambientet e selis për të bërë edhe mbylljen përfundimtare të protestës, siç zakonisht ndodh nga kreu i kësaj force politike Sali Berisha. Në një njoftim që është shpërndarë më herët gjatë ditës për mediat, policia tha se nuk e lejon ose nuk e merr përsipër zhvillimin e këtij tubimi, pavarësisht se nga ana tjetër ka publikuar një plan masash të cilin, siç jemi duke e parë, që kur ka nisur kjo proteste ka bërë në zbatim me forca policore, gjithashtu edhe me automjete ujëhelce apo edhe me përdorimin e gazit të sjellës, një formë e cila është denoncuar nga Partia Demokratike si një lloj tentimi për t'i helmuar qytetarët protestuesit nga ana e policisë, që sipas kreut të kësaj force politike Sali Berisha drejtohet nga Edi Rama. Gjatë rrugës nga bulevardi Dëshmorët e Kombit drejt godinës së Parlamentit, Berisha është ndalur duke komunikuar edhe me policët, të cilëve u tha se Edi Rama dhe qeveria e tij bëjnë ligje për të mbrojtur veten nga vjedhjet dhe nuk kanë vendosur të bëjnë asnjë do të garantonte kushtet e policisë apo edhe pagat e tyre, teksa nga ana tjetër shohim që ka një hedhje të molotovëve hera herës nga ana e protestuesve në drejtim të pjesës ku ndodhen pra pikërisht policët dhe gjithashtu edhe automjeti ujëhedhës. Në të majtë të ekranit shohim zbritje, le të themi, nga pedonalia në rrugën që të sjell tek Ura tek rruga e Elbasanit, xhamia e Namazjas, mund ta emërtojmë në disa forma këtë vendodhje ku janë zoti Berisha dhe përfaqësues të tjerë të Partisë Demokratike, ndërsa në të majtë është pikërisht ura që lidh rrugën e Elbasanit me pjesën e Parlamentit apo edhe me zonën e xhamisë së Namazjas, ura ta bagëve pak më sipër ku janë të vendosur forcat e policisë dhe gjithashtu edhe automjetet ujëhelce, të cilat janë nga policia të vendosura në zbatim për t'u përgjigjur sipas tyre edhe bombave molotov, fishek zjarreve, flakadanëve apo formave të tjera që janë zgjedhur nga ana e protestuesve në këtë protestë të 4 rradhazi kombëtare të Partisë Demokratike. Ajo që duhet thënë është se policia ka patur disa herë thirrje me një megafon me zë të lartë drejtuar të gjithë protestuesve, duke thënë se nuk lejohen aktet e dhunës dhe janë një shkelje e ligjeve dhe të drejtave, teksa nga ana tjetër tek rruga e Elbasanit ka një devijim, një bllokim për momentin qarkullimit dhe një devijim të tij për të bërë pra që protesta të mos përzihet edhe me trafikun apo me lëvizjen e automjeteve. Në të majtë shohim pamje sërish të tjera që na tregojnë shpërndarjen e protestuesve pas hedhjes së gazit të sjellës dhe të ujit nga ana e forcave të policisë, por dihet që është pra pikërisht rruga e cila të lidh me pedonalen, xhamia apo gjithashtu edhe parlamenti ku është vendosur godina e institucionit ndoshta më të rëndësishëm në vend siç është ai legjislativ. Shohim edhe deputet Partisë Demokratike të cilët i bashkohen zotit Berisha dhe përfaqësuesve të tjerë, ndërsa kanë mbërritur tashmë në Mosgaboj në afërsi të Selis, aty ku mund të ketë më pas edhe një komunikim në lidhje me çfarë ka ndodhur gjatë ditës së sotme, po ndoshta mund të kemi edhe një anoncim ose një tregim të datës së protestës tjetër kombëtare nga ana e Partisë Demokratike, ndërsa pamjet në të majtë të ekranit i përkasin zonës së Kalas së Tiranës, pra pedonalia, aty ku sigurisht ka protestues që u shpërndan nga ana e gazit të sjellës. Ndjekim Berishën. Kandidatët tonë për deputete në Shkodër. Protestuesën më paqësore, për këta po të kalojnë çdo vit kuqe. Dhe i garantoj që do marrin ndëshkim shembullor për të qëndrimet që mbajnë. Zonja Mehmeti, në çfarë vendi ishit kur u votitët? Kam qenë pa filluar akoma. Kandidatja për deputete e Partisë Demokratike në qarkun e Shkodrës, Senada Mehmeti, është lënduar në kokë gjatë kësaj proteste, një denoncim që e ka bërë edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, ndërsa ajo vetë po përshkruan edhe momentin se kur është goditur sipas saj me gur në pjesën e kokës, por do të vazhdojmë të ndjekim fjalën e saj. Terraca e Ministrisë ndoshta. Sepse un kam qenë në të majtë të skenës dhe kështu që nga andej ka ardhur diku edhe goditja. Pra, goditja ka nga këtej, por që unë kam qenë në të majtë skenës dhe këtë lloj trajtimi. Zoti Berisha, do të vazhdoj protesta apo mbyllet këtu? Jo, nuk mbyllet këtu protesta. Po si do vazhdoj? Vazhdon protesta zhvillohet atje. Do vazhdoj dhe të sigurt që kjo protest shënon një stad krejt tjetër të protestave të rëndë. Edhe unë pas mjekimit do vazhdoj pra protestën, asgjë s'na ndal neve. Ju e shifni domethënë se çfarë vullneti i hekut është. Dhe këta që kanë bërë këto veprime, që gjojnë protestuesin paqësor, në ndërituar.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha teksa futet në seli thotë se protesta nuk mbaron, por protestat do të vazhdojnë, ndërsa ky është një moment i ri në mënyrën se si proteston Partia Demokratike, thotë ai, teksa në hyrje tek selia ka treguar sipas tij edhe momentin kur është goditur ish kandidatja për deputete e Partisë Demokratike në listën e hapur të qarkut të Shkodrës.